Unë jam Resmi Osmani, kam lindur në 5 maj të vitit 1940 në Mazarek të Çamërisë. Në vitin 45, pas humbjes së babait, emigruam në Shqipëri. Ka qenë një kalvar i dhimbshëm dhe i përgjakshëm. Jam rritur në Fier, aty kam marrë arsimin bazë. Më vonë kam kryer studimet në Institutin e Lartë Shtetëror të Bujqësisë. Jam angazhuar në prodhimin bujqësor, në kërkimin shkencor, në administrim, në institucionet shkencore dhe në administratën e lartë shtetërore. Pas vitit 2006, dola në pension dhe këtë kohë jam kushtuar krijimtarisë letrare. Kam shkruar 14 libra letrare. I nderuar zoti Osmani, mirë se vini në emisionin Autor. Është një nder i madh që ju kemi për kontributin shumë të madh që ju keni në bujqësinë shqiptare për dekada të tëra. Realisht, çfarë peshe ka pasur bujqësia shqiptare për ekonominë tonë? Faleminderit, jeni të mirëseardhur. Është një rast për të shprehur disa nga pikpamjet, por edhe kontributet e specialistëve shqiptar në bujqësi. Kanë kaluar tashmë 30 vjet dhe njeriu arrin të reflektoj dhe të gjykoj për bujqësinë në tërësi dhe për ekonominë në veçantë. Bujqësia shqiptare ka qenë deg kryesore. Në gjithë objektivat që synonin ta kthenin Shqipërinë në një vend industrial o agrar, akoma nuk arritën që ta realizonin. Kur është bërë ky kthimi nga agraro industrial në industrial o agrar? Në kongreset e fundit të partisë nga vitet 85-80. Por ne mbetëm një vend agrar, një vend bujqësor. Dhe bujqësia zinte peshën kryesore të prodhimit në rang kombëtar. Në atë kohë ne kishim afro 700.000 hektar tokë të punuar, nga kjo afro 600.000 hektar tokë arë që mbillej, 100.000 hektar pemtari, nga këto 44.000 hektar ullishte, 60.000 hektar pemishte, 20.000 hektar vreshta, dhe bujqësia ishte shumë degëshe, pasi në zbatim të parullës famshme të mbështetemi në forcat tona, ishte një bujqësi autarkike e cila synonte të plotësonte të tëra nevojat e popullatës me produkte bujqësore. Është e vërtet që për frymë popullsie, banori shqiptar ka më pak tokë se kushdo tjetër në rajon dhe më gjerë? Para 90-s, ne na binte rreth 2 dylym për frymë. Në gjendjen që ka arritur bujqësia sot, ma do mendja që ne kemi zbritur në 1 dylym për frymë. Keni parasysh që rreth 450.000 hektar tokë ishin nën ujë. U ndërtuan veprat ujitëse. E tërë ulësira bregdetare perëndimore u bonifikua dhe u shmangën përmbytjet. Nga tharja e ish-kënetave u fituan toka bujqësore në sipërfaqe të mëdha. U krijuan ndërmarrje bujqësore. U punua për mekanizimin e bujqësisë. A mendoni që mund kishte rrjedhë tjetër bujqësia shqiptare nëse do shmangte kolektivizimin dhe pronën private? Varet nga çfarë këndvështrimi e shohim. Po qëse bujqësia ose fshati shqiptar do të mbetesh në pronësinë feudale, ku pjesa më e madhe e ulësirës bregdetare ishte çiftlik dhe një bujqësi relativisht e coptuar dhe primitive, që njihte vetëm kafshën e punës për punim, ishte vështirë që të arrinte nivela të shpejta
përparimi. Çfarë modeli kishte bujësia shqiptare mbas të themi në vitet 50-60? Po kishte hyrë në rrugën e kolektivizimit të plot. Ishte një bujësi e planifikuar, ku përllogariteshin të tëra sipërfaqet, ku do mbilleshin, si do mbilleshin dhe me se do mbilleshin. Juve personalisht jeni nga këto shembujt e rrallë të profesionistëve shqiptar që keni filluar që në terren, nga agronomi thjesht deri në pjesën më burokratike të shtetit shqiptar, si sekretar shteti në qeverinë e stabilitetit. Pse ka humbur ky sens karriere në Shqipëri, të fillosh nga baza dhe të ngjitesh deri në katet më të sipërme të një karriere? Është diçka që varet përveç rrethanave shoqërore dhe mbështetjes, prirja individuale për të përcaktuar veprimtarinë e secilit në një lëmë të caktuar. Unë dhe shumë të tjerë e muar me shumë seriozitet profesionin dhe kontributin që duhet të jepnim për zhvillimin e ekonomisë, pavarësisht nga sistemi shoqëror dhe socializmi që ne ndërtonim. Ne shihnim me tjetër sy, ne shihnim progresin. Si ishte përballja e parë në ndërmarrjen bujësore të Beratit juve? Ishin vërtet aq të varfër njerëzit në atë kohë? Fillimi asnjëherë nuk është i lehtë. Shkon diku, të shohin me mosbesim, presin, njerëzit janë të mençur, mbi bazën e sjelljes, të veprimtarisë, të mënyrës së punës, fillojnë të vënë edhe notën. Qartë. Po pastaj pak e nga pak, fiton besimin e njerëzve dhe tok me ta punon. Ju ishit i specializuar për frutikulturë në kohë? Po, unë isha i specializuar për frutikulturë dhe punova në frutikulturë. Në fidanishten e ullirit dhe të drufrutoreve, në një sektor që i thoshin Otlak, kishim sipërfaqe të gjera me ullishte, me vreshta, dhe tërë këtë kohë unë ju kushtova frutikulturës. Aty kam kryer eksperimentet e para, kam aplikuar mënyrat intensive të kultivimit të ullirit, gjithnjë duke u mbështetur në të dhëna të shkencëtarëve, kryesisht të vendeve të mesdheut. Ka një lloj konotacioni jo të mirë zona juaj, Po. që nuk është e mirë sepse ne jemi të gjithë shqiptar. Ka pasur në atë kohë një lloj shikimi jo të mirë të popullsisë së ardhur? E vërteta, beni është që ne shikoheshim si qytetar të dorës dytë, me rezultate shumë të mira mësimore, përfundova në institut bujqësor. Nuk ishte dëshira ime të shkoja atje, por aty më dërguan. Ndaj krahinës sonë, gjithnjë ka pasur një farë nënvlerësimi, sepse ne erdhëm si muhaxhir, lam një vend atje të begat dhe relativisht me nivel të mirë jetese dhe civilizimi, dhe mbetëm rrugëve. Dhe më pas, kjo mbeti si një lloj trashëgimie. Çfarë ka ngelur nga kujtimi i babait që ja u kanë vrarë dhe njerëzve tuaj të vrarë të tjerë, ose i gjithë ky udhtim i vështirë drejt Shqipërisë? Unë në atë kohë, Beni, kam qenë 5 vjeç, 4,5 vjeç. Kam të fiksuar momentin kur na kanë vrarë baban. Kemi qenë në Filat, ishim rrugës për kthim, e kanë vrarë 70 burra dhe i kanë hedhur në një grop. Ne keni asistuar në vrasjen e? Po, në sytë tonë. Masakra është kryer në sytë e familjarëve. Pastaj morëm rrugën në këmbë, nga dolëm në qafbot, nga Konispoli, të uritur, të zhveshur, të ndjekur nga plumbat. Ka qenë një lemeri. Ka qenë traumë
pjesa e vdekjes besoj për gjithë jetën tuaj. Patjetër. Nëna ime momentalisht humbi mendjen dhe u deshën muaj që të rikthehej në gjendje normale. Kush kujdese për ju? Askush. Kemi kaluar një Sa fëmijë fëmijëri ishit? shumë të vështirë. Ishim 5 fëmijë, mi marri 12 vjeç dhe nëna. Ju ishit me i vogël. Jo, ishte një motër pas meje, Mbijetuat të pestë? po, mbijetua. Ku vendosët fillimisht? U vendosëm në Fier. Ka një thënie që është përdorur dhe në letërsi, edhe Kadare ka përdorur një moment që druri i ullirit ka memorie. Ai thoshte ka memorie fotografike. Ka një lloj memorie druri i ullirit. Dhe është e vërtet që në Shqipëri ka ulli 500 vjet më të vjetër se Krishti. Unë jam marrë gjatë me këtë punë, Beni. Ne kemi ullinj mira vjeçar në Petrel, Po, i kam parë. kemi në Gjormë të Krujës, në Prez, edhe në Bregdetin e Jugut. Vlerësohen mbi 2000 vjeçar. Dhe një dietar romak shkruan, i begat dhe frytëdhënës është ky vend për Ilirin, i mbushur plot me ullishta dhe me vreshta. Ka ndonjë lloj kontrolli gjenetik për këtë? Po janë bërë edhe analiza. Ullin tanë janë varietetet veçanta, janë të ndryshëm nga ullinjt e tjerë të vendeve të Mesdheut, dallohen për karakteristika dhe ne nuk kemi pak, po kemi rreth 32 kultivar ulliri, 32. 32, por të kultivueshëm janë relativisht më pak. Pse i djegim ullinjt? Beni, Është gati si pema toteme shqiptarëve. pas viteve 90, unë kam qenë qeverinë e stabilitetit, Po, i ndjeri Gramos Pashko, bërtiste. Qeku i bardh, të shkatrojnë mbi çka, do në japi Amerika. I ndjeri Azem Hajdari, të njëjtën gjë. Të çrrënjosim komunizmin. Dhe u turrën dhe nxitën militantët e tyre që të shkatërrojnë. vini në Shqipëri. Po. Shqipëria është në momentet e saj më të vështira. Sa po dal nga lufta, me njerëz të vrarë, Po. pa fund, gati e shkatruar. Si mbijetuat në Fier dhe si filluat të bënit arsimimin tuaj nga Fieri? Mbijetesa ka qenë e vështirë. Nuk mund të thuhet se si kemi jetuar Beni. Natyrisht në atë kohë, me ato triskat e famshme, Po. me aq mundësira, u rritën 2 vëllezërit e mëdhenj, hynë në punë, kishin një farë rroge, dhe ashtu me të keq, deri Kuptoj. nga vitet 55-60. Unë e kam patur dëshirën për shkollë një prirje të natyrshme. Unë kam shkuar në shkollë me rroba të arnuara, me opinga. Më shikonin me keqardhje, po nuk më përbuznin, sepse unë në mësime isha gjithnjë i mirë. Dhe nuk ju ndava arsimit. Ka qenë një varfëri, të paktën për një pjesë nga ne. Profesor, juve specializoheni për tru frutor. Më thatë që keni qenë më i dhënë mbas ullirit, por në fakt po të shikosh si vin tuaj, ju keni punuar shumë edhe për kultura të tjera. Jam shumë kurioz të pyes diçka. Logjika e Rushovit kur erdhi në Shqipëri, që neve të ishim më të kujdesshëm dhe më të dhënë mbas frutikulturës dhe agrumeve, dhe të linim drithrat me syrin e sotëm tuaj, është logjike apo jo? Bujqësia u zhvillua gjithnjë mbi bazën e atij parimi. Të plotësojmë kërkesat tona dhe prodhimi i bukës në vend. Ajo pak teknologji, prodhimi farrave etj. Dhe veprimtaria e institucioneve u përqendrua pikërisht në këtë linjë. Kjo e futi bujqësinë
në një rrugë e cila nuk i shërbente më mirëqenies së popullit. Në atë kohë ka pasur specialistë shumë të zotë bujësie. Pse nuk merreshin parasysh aq sa duhet në politikën e planifikimit të 5 vjeçarëve? Ka patur bujësia specialistë të shquar nga brezi i vjetër, mund të përmend ata të frutikulturës, Abedin Çeçin, që ishte një personalitet. Edhe ne të tërë ishim nxënës të tij. Si të thuash, kemi dalë nga gërshërët e Abedinit. Dimitër Muço, edhe ai një specialist shumë i mirë. Në vreshtari, Todo Gjermani. Këta burra arritën të krijojnë plantacione gjigande, si vreshtat e Shtojit në Shkodër, vreshtat e mëdha të Tiranës, pentoret dhe më pastaj specialist të brezit ton, edhe paranesh Hysen Çobani, Hysen Laçi në Shkodër, Ahmet Osi dhe shumë të tjerë. Ka provuar ndonjëherë Zoti Osmani që të ngrinte zërin për gjërat veçanta? Shumë që kjo nuk shkon. Gjithnjë debatet janë bërë, por brenda kornizave bëni. Çfarë literaturë shfrytëzonit ju personalisht në atë kohë? Jo, bazë kam pasur rusishten, ajo na mësoi në shkollë. Për nevojat e mia pastaj mësova italisht, edhe frëngjisht. Anglishten nuk e kam përvetësuar dot. Më bën përshtypje në kohën tonë, fermerët shqiptarë ankohen shumë për cilësinë e farave. I blenë shumë më shtrenjtë, i blenë nga jashtë më përpara farat ishin vendase dhe megjithatë japin prodhim shumë të keq. Si është e vërteta, profesor? Institucionet tona të prodhimit të farave nuk ekzistojnë më. Ne dikur farat i prodhonim të gjitha në Shqipëri. Importonim sasira të vogla. Sot të gjitha farat importohen. E para janë të pa përshtatura në kushtet ekologjike, klimatike të vendit tonë. E dyta, nuk janë të atyre shijeve organoleptike me të cilat ne, si popull, jemi mësuar. Tregtarët e farave gjithmonë priren që të blejnë fara relativisht të lira nga vendet ku i blejnë. Dhe nuk mund të pretendohet për kush e di çfarë cilësie. Dhe këto pastaj sjellin ato pasojat që ne i dëgjojmë. Pa ka mekanizëm, profesor, që i vlerëson farat kur vinë në Shqipëri ose mundësi kontrolli? Ka është një ent i farave në Tiranë, i cili certifikon dhe miraton futjen e varieteteve të reja. Shqipëria flitet që ka sortet e veta shumë specifike në vreshtari. Juve përcaktuar dhe llojet e ullirit e kështu. Kemi kultivat relativisht të pastër gjenetikisht shqiptar. Duhet thënë që zhvillimi i vreshtarisë tek ne është në një nivel i cili nuk mund të mendohet. Unë kam qenë të arbëreshët në Itali. Beni 200.000 arbëresh, kanë 70.000 hektar me vreshta. Çdo familje ka vreshtin e saj. Dhe bën verën për nevojat e saj nga vreshti i saj. Ne në Shqipëri sot, për 3 milion banor, kemi 20.000 hektar vreshta. Kjo është skandaloze. E dhimbshme. Vazhdojmë të mbjellin, por në mënyrë sporadike, të çorganizuar, ashtu si e mendon gjithkushi. Ndërsa për kultivarët, ne kemi kultivar vendi që njihen si të tillë dhe gjenetikisht janë të provuar si të tillë. Kemi serinat, kemi debinat që janë të mrekullueshëm për verë, pulzin, moskat, dhe të tjerë, përfshi dhe vloshin në Bregdet, kalmetin, të seleksionuar nga Todo Gjermani, që jep një verë cilësore me aromë vjollce, me një buket të përsosur, shumë të pëlqyer. Tashti që këta të përhapen, duhet të ketë mbjellje të reja. Mbjelljet janë shumë të pakta dhe dominohen nga kultivar që
Tregtarët e fidanave i sjellin nga Italia. Keni pas kohën e mjaftueshme për të bërë punë shkencore dhe të shkruanit, sepse ju keni realisht botime në periodi shkencor, apo gjitha këto kryesisht janë realizuar mbas viteve 90? Ne pothuajse pas viteve 90 nuk kemi patur politika zhvillimore dhe projekte për bujqësinë. Unë nuk kam parë ndonjë ministër, ndonjë deputet të dalin në ekran ose në emitim publik e të thoj shqiptar punoni tokën. Pse? Sepse po e punove tokën, ajo bën mrekullira. Juve arritët sekretar shteti në qeverinë e stabilitetit. E keni shtruar, e ngritët zërin për bujqësinë shqiptare? Ne e gjetëm bujqësinë në të tillë rrëmuj, Beni. Po shkatërroheshin fermat. U grabit bagtia, u shëmban stallat. Filluan, po prisheshin plantacionet. Ne u përpoqëm të vinim në Brazd ose të ndalonin këtë lloj shkatërrimi masiv. Por veprimtaria jonë që e shkurtër, në nëndor të 2001-shit qeveria e stabilitetit ra, po erdhi qeveria tjetër dhe kështu vazhdoi pastaj anarkia. Profesor, ju ishit shumë aktiv dhe vazhdoni të jeni aktiv për një fushë tjetër. Keni qenë tani dhe ushqyes shpirtëror nga ana profesionale për shumë agronom të cilët ju kujtojnë me shumë respekt. Dhe në momentin që ju dilni në pension, angazhoni tash në një fushë krejt tjetër, në fushën e letërsisë ku keni disa romane, vazhdoni të jeni prodhues me, të themi, ese, shkrime të tjera. Letërsia të plotësoj këtë pjesën e munguar të agronomisë që e lata apo çfarë? Para letërsisë, dua të them, Beni, që unë kam dhënë kontribute në arsimin bujqësor, me tekstet dhe me mësimdhënie në kurset pas universitare të Institutit Bujqësor. Kam qenë antar i këshillave shkencore. Kam organizuar dhe drejtuar kurse specializimi edhe në rrethet kryesore. Kam patur lidhje me specialistët dhe me aq sa kam mundur, jam përpjekur që t'i mbështes dhe t'i orientoj. E gjithë kjo ishte për hir të asaj veprimtarie, E kuptoj. edhe shkencore, por edhe administrative, për pozitat që kisha mbajtur dhe vazhdova të kem edhe pas viteve 90, veçanërisht nga 98 deri në 2006. Dhe besoj duhet jeni krenar sepse instituti jonë bujqësor, Universiteti Bujqësor si quhet tani, ka qenë një nga 2 shkollat shqiptare, diploma e të cilit njihesh në të gjitha universitetet e botës. Po. Është një gjë jashtëzakonshme, por Është një universitet i mirë. Por në ditët tona, Beni, nuk mjafton vetëm universiteti. Ne duhet të specializojmë fëmijët e fermerëve në shkollat mesme bujqësore. Në vitin 2006 dola në pension. U ula aty, ditën e parë që u gdhiva si pensionist, e ndjera grua do ikte në punë dhe pyeta veten, çfarë do bëj? Për specialist bujqësie s'na konsideronte më njeri. Askush nuk u kujtua që bujqësia shqiptare ka patur specialist. Dhe duhet një mendim. Pse? Se nuk ishte një platformë. Nuk ishte një fushë e cila të merresh me planifikimin dhe drejtimin bujqësor që të kishte nevojë për mendimet tona. Dhe ne mbetëm, si të thuash, jashtë sferës së veprimit intelektual. Pyeta veten, si mund të jemi dobishëm? Që në rini unë kam pasur një farë afeksioni për letërsinë. Dikur, kur isha 16-18 vjeç, kam shkruar. E mbajta gjallë këtë dëshirë, deri sa fillova pastaj të shkruaj. Shkrova një monografi për kolegun tim, Todo Gjermani, formë në një romani biografik, u prit mirë, u pëlqye. Një monografi tjetër për një mjeshtrin tim, që e kam respektuar shumë, Bedri Lumanin, në Berat. Dhe pastaj erdhi rradha letërsisë së Mirfield.
Fillohet shkruaj mbretërimin e Piros Epirit. Dhe kështu i hyra kësaj rruge pastaj Beni, dhe kam botuar 6 romane historike. Pse historike? Duhet dim rrënjë tona. Kush jemi? Nga vim? Cila është historia jonë? Kush kanë qenë të para tanë? Juve nuk keni kthyer më në Çamëri, sepse është shumë e vështirë për brezin tuaj. E keni ëndër që të riktheheni në Çamëri? Unë kam kaluar në Greqi 2 herë. I kam rënë Greqis nga veriu në jug, me delegacione. Në Çamëri kam kaluar të agent. Më vonë nuk vajta, sepse në pasaporte kisha të shkruar lindur në Çamëri dhe nuk të lejonin të kaloj në Çamëri me këtë lloj pasaporte. Megjithatë, e kam njohjen për Çamërinë. Çfarë do të ishte një rikthim në Çamëri? Do të ishte një progres i jashtëzakonshëm për atë krahin. Pse? Popullata e sotme që jeton në Shqipëri dhe që janë shqiptar të Çamërisë, i ka brenda tërë kualitetet. E mundshme, po. Po, ka specialist në tëra fushat. Mjekësi, arsim, ekonomi, ndërtim, e tjera, në kulturë. Ka dhe fuqi investuese. Po, pikërisht. Kthimi i kësaj popullate atje do ta rilinte dhe rigjallëronte atë krahin. Kjo do të ishte e mirë edhe për shtetin grek, sepse e rifitonte një krahin të tërë me një ekonomi të zhvilluar, plus turizmin e vendeve bregdetare, rikthimi i popullatës shame do të bënte që kjo krahin të lulëzonte. Dhe do të ishte në të mirë më tepër të shtetit grek se sa të çamve që do të shkonin. Profesor, si është një ditë juaj e zakonshme sot? Nuk rri dot pa punë. Fatkeqësia që më ka lënë dhe zonja, para dite, orët e para, në kompjuter, njihem me shtypin. Ju kërkojnë, profesor, për këshilla ose kështu koleg Po. të bujqësisë? Po. Pastaj, filloj në ora 11 deri në 3, shkruaj. Kur kam subjekte, i trajtoj tregimet. Kam vënë si normë një tregim në muaj. Shumë mirë. Deri tash janë bërë 115 tregime. Bravo. Janë 3 volume të botuara, presin të botojnë edhe 60 tjerë. Çfarë do doni të bëni? Po të isha në funksione drejtuese, unë do të doja përcaktimin e perspektivës së zhvillimit të bujqësisë dhe rigjallërimit të fshatit, rikthimit të popullatës së larguar në shtëpit dhe tokën e tyre. Faleminderit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.